A dikush ka hi mo fail, edhe në bigjos, edhe në alkohol, edhe thot, çka mo pendu, mo më shkoj jetë, ta sose edhe pak më. Si e kështë këshillu? E kjo është kur shejtani arrin atë kulmin e bindjes të njeri keq. E bind, që e mo deri në fund, se të kumpru deri këto. Që e deri në fund. Pa dyshim që është gabim. Duhet ati mund dalë, apo jo? Në momentin e parë që e shef vetën se është mo gabim, është bind, se është gabim, që është të bo mëkat, Allahut, është të bo dam vetës, është të bo dam familjes, shoqënisë, kur nuk është vonë. Kur asnjëherë. Mu pendu dhe mu këtite Allahi madhërisha. Dhe pendimi dhe kërkim falja janë dy gjëra të cilat kërkim falja është më kërku falja Allahut me gjuhë. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Po, kërkim falja tek Allahu madhërisht. Ndërsa pendimi çka është kërkim falja apo kërkimi i mëshirës prej Allahut me zemër dhe me gjymtyr. Edhe këto bëhen bashkë në surën Taube, domethënë. Në surën Hud, Allah e përmend, kërkoni falje dhe kthehuni te Allahu. Në fillim të surës. Kërkoni falje dhe kthehuni te Allahu, janë përmend bashkërisht të dyja. Ti edhe me gjuhë kërkon falje. Pendohesh, me gjuhë kërkon falje, edhe me zemër ndjen keqardhje, edhe me gjymtyr ndalohesh nga veprat e këqija. Te këto domethënë për këtyve janë nxjerrë edhe kushtet e pendimit. Që njeriu me mund dal, mos më këti kur mëkatit, me ndjej keqardhje, me kërku falje te Allahu dhe me vazhdu veprat mira. Inal hasanat yudhibna sayyiat. Edhe kjo do të jetë një ajet motivues për atë që kam rinë qatë drejgje që e përmene. Pse? Me të vërtet veprat e mira i fshin veprat e këqija. Veprat e mira i fshin veprat e këqija. Edhe ati personit ja them një fjalë, tjeti bindur se mëshira Allahut, bujaria Allahut është më e madhe sa mëkatet që i ka bërë. Nuk mundet ai me qenë më gjunashar se sa Allahu është mëshirues. Allahu i don ata që pendohen. Allahu i don ata që pendohen dhe kërkojnë falje tek Allahu. Edhe nëse kanë hidh thellë. Edhe nëse kanë hidh thellë. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Thuaj o ju robër të cilët e keni ngarku veten ju domethënë me gjunahe, me mëkat, la taqnatu min rahmatillah. Mos i ndërprej shpresat mëshirën e Allahut. Allahu o të thirr, o të tregu kur mos ju shpresat mëshirën teme. Mjafton që ti mu kthi mi drejtu njerë durt ka Allahu, mi thonë Allah falë. Se te prova. O Allah falëm se falëm se te prova, Allahu të falë. Nëse e kim me sinqeritet, e kim me bindje dhe ndalosh nga veprat e këqija, padyshim e përmenda që ka kushte këtu të pendimit. Amo nuk është kur vonë hiç. Pavarësisht është i ri, i vjetër, ke çka ke. Ajo kryesore është që ti mund dal dhe me drejtu Allahut në pendim. Edhe ti je sigur që Allahu ta pranon pendimin nëse e ke me sinqeritet.